Kjo është ish fabrika duhanit në qytetin e Shkodrës, e cila dikur përbëhej nga disa godina të ndara në reparte dhe në depo, ku të gjithë kanë nostalgjinë e dikurshme për të. Ajo nisi funksionimin e saj në vitet 72, për të funksionuar deri në vitet 98, kohë kur në Shkodër u dyndën kosovarët që iknin nga lufta, ku disa ambjente u kthyen në vendbanime për ta. Dikur aty punonin rreth 3000 persona, i gjithë duhani që prodhohej në Gurin e Zi, Postrip dhe në Malsinë e Madhe, grumbullohej dhe magazinoi në këto ndërtesa të mëdha, që tashmë kanë nisur të shemben. Kjo është një prej magazinave të shkatruara, ku qëndronin tonelatat e duhanit. Ashtu si të gjitha kapanonet e tjera, edhe kjo është totalisht e shkatruar. Vetëm një pjesë e ish fabrikës është privatizuar, por aty nuk prodhohet duhan por këpucë. Të gjitha godinat e tjera të mëdha kanë degraduar, si shkak i mos funksionimit të kësaj fabrike, por edhe të asnjë fabrike tjetër të lidhshme për prodhimin e duhanit, bën që me tonelata të qëndrojnë stok në dyert e fermerëve që e prodhojnë atë. Kjo industri u fuqizua dhe duke pasur cilësi mjaft konkurruese, pati kërkesë të madhe në tregjet lindore dhe perëndimore. Ajo u fuqizua me reparte të shumta, si fermentimi dhe një rrjet tjetër magazinash. Në të u punësuan afro 3000 punojës, pa përfshirë rrjetin e gjerë të transportit, si dhe prodhuesve të bujqësisë në fshatra të ndryshme të vendit dhe punojësit ndërmjetës të manipulimit të tij. Gjatë regjimit komunist, fabrika duhanit prodhonte cigare për tregun e brendshëm dhe për eksport. Në këtë fabrikë, gjatë regjimit komunist, prodhoheshin paketat DS, Lux, Drini, Diamant dhe Partizan, që këto të fundit ishin special për udhëheqjen, fakt që mbahej sekret. Këto ndërtesa janë në vartësi të Ministrisë së Ekonomisë dhe kjo e fundit duhet të marrë masa menjëherë për rivënien e eficiencës të tyre.